Një ngjarje e rëndë është regjistruar këtë të enjte në fshatin Bulgarec të Korçës, ku një 78 vjeçar i identifikuar si Gëzim Vija është gjetur i pajet në banesën e tij. Fillimisht u dyshua për një vdekje nga shkaqe natyrore, por pas verifikimeve të kryera nga policia, është konfirmuar se bëhet fjalë për një ngjarje kriminale. Sipas burimeve zyrtare, tek i moshuari janë konstatuar shenja dhune, një dëmtim tek pjesa e kokës që dyshohet jetë shkaktuar me mjete të forta, duke sjellë vdekjen e tij. Menjëherë pas ngjarjes, policia ka shoqëruar në komisariat familjarët e të afërm të viktimës, të cilëve u janë marrë deklarime për të hedhur dritë mbi ngjarjen. Autoritetet po punojnë intensivisht për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve. Për këtë qëllim, po përdoren edhe metoda speciale hetimi. Sipas burimeve, hetimet janë fokusuar në 2 pista kryesore. Ajo e një vjedhje me pasojvdekjen, pavarësisht se duhet theksuar se në banesë nuk janë konstatuar mungesë parash apo sendesh me vlerë, si dhe pista e një vrasje për motive të tjera. Ashtu siç mund të shihet edhe nga pamjet, pas meje ndodhet banesa e 78 vjeçarit, e cila vijon të jetë ende nën vëzhgimin e policisë deri në përfundimin e procedurave hetimore.